demokratike të Evropës. Shumë interesant se pam një opozit e cila po reagon fuqishëm dhe po e kundërshton vazhdimisht pra seancën e nesërme. A mendoni se do t'ja arrijë këtij qëllimi, pra që sonte të ketë konstituim të kuvendit, apo kjo thjesht është e pamundur ndoshta në praktikë? Tani që zotnia që e udhëheq seancën e kuvendit për shkak të moshës, ka rastis me qenë deputet i cili ka këtë mandat, më thonë një anshëm, duke lujtë servilin verbër ndaj partisë të tij, nuk e ka qaq kredë e qaq integritet sa edhe për te, më thonë këtyne diktateve politike me thirrë një seancë, edhe në fund funit një dhonë mundësinë deputetëve që ata me përcaktu fatin, sepse për te këtyne dallimeve partijake ka fordit me që seriozisht. Ai do duhet ta mbante, ta vazhdonte. Menoj që do duhet të jepte mundësia deputetëve të zgjedhën të këtij populli që ata me përcaktu fatin politik të këtij vendi, jo thjesht lidert një anshëm për shkak të sedrave, egove të tyre personale, me fut vendin në kësi qërsokaku nga i cilin fund funit kemi me pësu ne qytetarët e rëndëm këtij vendi, jo ata që sot po i bojnë këto manovra politike. Duket si një fillim fushate, zotri Hajra.